Perla e bukur e Alpeve shqiptare, fshati i thellë ka tërhequr vëmendjen e turistëve ndërkombëtar dhe së fundmi është promovuar nga Travel and Tour World USA, një nga portalet kryesore amerikane për udhëtime dhe turizëm. Në një artikull të botuar, Thethi përshkruhet si një destinacion all season që kombinon peizazhe spektakolare alpine, trashëgimi historike dhe mundësi të shumta rekreative. Portali amerikan thekson se Thethi, i vendosur 70 km në veri perëndim të Shkodrës, është veçanërisht atraktiv gjatë vjeshtës, ku rrugicat e ngushta dhe vendet panoramike mbushen me vizitorë që dëshirojnë të eksplorojnë kodrat e gjelbëruara, sitet historike dhe atmosferën unike alpine. Midis vendeve më të njohura sipas Travel and Tour World USA janë Syri Kaltër, një burim me ujë kristal të rrethuar nga gjelbërimi, dhe ujvara e Grunasit, ku uji bie nga shkëmbit në një pellg të pastër. Për adhuruesit e aventurës, rruga Theth Valbon konsiderohet një nga shtigjet më spektakolare për shëtitje në Alpet shqiptare, duke ofruar pamje dramatike mbi male dhe livalla alpine. Vizitorët gjithashtu mund të eksplorojnë kanjonin e Grunasit dhe shpellën e Arapit, që shtojnë një dimension magjik për vizituesit që kërkojnë përvoja natyrore dhe aventurë. Artikulli amerikan vë në pa dhe aspektin kulturor. Kisha e Thethit, sheshi përreth saj dhe arkitektura tradicionale e fshatit reflektojnë një ndërthurje të natyrës dhe civilizimit, duke bërë Thethin një destinacion të veçantë, jo vetëm për peizazhet, por dhe trashëgimin kulturore. Thethi ofron mundësi për shëtitje, ciklizëm malor dhe vëzhgim të shpendëve dhe njihet si shembull kryesor i turizmit qëndrueshëm në Shqipëri. Masat për mbrojtjen e peizazhit natyror kanë ndihmuar që destinacioni të ruajë integritetin ekologjik dhe vizual, duke tërhequr turistë që kërkojnë përvoja autentike dhe miqësore me natyrën. Shumica vizitorëve udhtojnë nga Shkodra me autobus, makinë apo me shërbim të organizuar, duke përshkuar rrugë malore që ofrojnë pamje panoramike të maleve dhe luginave. Sezoni më i favorshëm është nga fundi i prillit deri në fillim të tetorit, ndërsa vjeshta e vonë sjell ngjyrën e ardhë dhe të kuq të fshatit dhe peizazheve përreth.